Kjo është edhe më mirë se që e tha ti, se ka pacientash përpos një grupi caktuar që mund të jetë ndoshta shumicë, por ka një grup tjetër jo i vogël që është shumë mirë informuar mbi sëmundjen e vet dhe mbi hapat e trajtimit, do të lexon dhe i ka parasysh të gjithat. Dhe kur vjen te ne me ata persona është pak më lehtë, edhe pranojnë më lehtë, kanë aspektin emocional, janë më të motivuar, po dhe sistemi i tyre imun punon më mirë me qenë se janë përgatitur për gjitha problemet të cilat do të hasëm ose vështirësitë të cilat do të kemi gjatë mjekimit të këtyre sëmundjeve. Pra i thash edhe lexojnë, po dhe gjatë kohës kur trajtohen, ata marrin një forcë të brendshme e cila i motivon më shumë dhe suksesi është më i madh dhe trajtimi është më i mirë. Dhe ne shohim këto për ditë, me shumë persona do të qofshin ata meshkuj, qofshin femra, të moshave të ndryshëm, jo vetëm të ri, por dhe persona të një moshe të shtyrë, që kalojnë moshën 60-70 e më shumë, kur kanë vullnet shumë të madh dhe motiv shumë të madh për me jetu dhe me trajtu sëmundjen. Unë kom pas jo larg disa herë, po fundmi pacientë që kanë mbi 90 vjet, 95 vjet. Edhe tenton ta bëjmë më të mirën ose thotë djali im birim me ma bë mua një çare se unë po duam me jetu jo mirë, po edhe me marr një trajtim çfarë tush, s'ka dert që mi. E kam moshën, po unë du këtë sëmundje me trajtu. Ka dhe tillë të cilët refuzojnë, po është numër shumë i vogël ose mos themi minimal, po ata kryesor të cilët janë edhe me vullnet, edhe të cilët kur ka zgjidhje normal, do të kur lejon edhe kushtet e vet pacientit, do të gjendja e pacientit që ai mund të kryet ndonjë procedurë mjekësore e cila do ta zgjas sëmundje, zgjasinë e pacientit dhe do ta largojë sëmundjen, ne do të i rekomandojmë dhe bëjmë ato të cilat janë më të mira dhe më beneficuse për pacientin.